Ma ka një shije. Ka një shije dhe një aromë, kështu që si e aftë. Më kujtohet emri asaj lules që e kam. Duhet gjena i kornizë të bardhë që t'va tregojnë ngjyrën e nektarit, se këto nuk dhe se do duket. Ja ta shohim poshtë. E ka ti poshtë që kemi. Po janë gjitha me diafragëm. Ka të gjitha. E tek një blet tjetër që e kontrollova më përpara që i bëna video, i kam pasur dhënë me një kornizë mangut këtu poshtë dhe kishin ndërtu goxha kornizën. Kishin ndërtu një piste mjaftueshëm mirë dhe kjo këtu e kam lënë me një kornizë bosh poshtë, nuk është e plot, por nuk po shoh që kam ndërtu. Po, pas ka ndërtu dhe kjo pas. Pas ka ndërtu edhe kjo pas. Bën sa kohë se s'kam bë video, as nuk kam hyrë as live, dhe kam qenë dhe sa ditë jashtë. Por tani do mundohemi që jemi live edhe të bëjmë dhe video edhe sa më shumë që të mundemi. Ja. Ja, këtu e keni mundësinë që ta shikoni nektarin. Se është kornizë e bardhë dhe ta shikoni se çfarë ngjyre të mrekullueshme që ka. Kujdes te këto se ndodh që vjen mbretëresha këtu, edhe mos e shkumbini ose e shtypni edhe e dëmtoni. Para 2 javësh ka qenë gjendja shumë dobët tek bletët. Pasi bëra vjelen ka qenë shumë dobët, vetëm i kam vendosur prap kornizat edhe i kam lënë në mëshirë të fatit, por kur i pash tani më surprizuan. Dhe e shoh me vëmendje nëse ka pjelli. Pjelli nuk ka polen, ka nektar. Ja do ta tregoj se çfarë ngjyre po sjellin tani, çfarë nektari është. A duket? Shkojnë këtë kurorën. I kuq. Ja dhe një blet me polen. I kuq është, mashallah, edhe kishte një aromë shumë të aftë. Shumë aromë, më shikoj një pikat si duken në për të. Ja dhe krau tjetër. Shikoni ku kanë hedhë ndonjë pikë nektar, te është kornizë e bardhë. Shikoni si shkëlqen. Faleminderit në Durrës ndodhemi. Në rreth të Durrësit. Si që thash, me pëlqitën këtë radhë, sepse para 2 javësh pas vjeljes, gjendja ka qenë shumë dobët. Ka qenë me vërtet shumë dobët. Për shumë zona jo vetëm këtu. Po tani që erdha ju bëra kontrollin i pash, gjendja tepër e mirë. Këtu kemi një kornizë me pjellje, me nektar. Edhe këte e kam mbush me pjellje. Kjo është me pjellje ditore. Ka krau këte i kemi pjellje dëvullosur edhe ditore. Ke frikë, si të kemë frikë. A ka frikë një bletar nga bletët? Kjo është si me të thënë ty, a ke frikë nga jo punat që bën. Nëse ke frikë punën që bën, atëherë kot që bën atë punë. Kjo është me pjellje. Pjellja shumë e bukur, mashallah. Pjellja tepër e mirë. Edhe po t'i shikoni, edhe ajo që po i shoh dhe unë, është sepse kurorat këtu duken sikur janë bosh. Ta shikoni korniza është bosh. Kurora është deri lart me pjellje. Por tani po shoh që tek kurora kanë vazhduar të vendosin pak nektar poshtë. Sepse gjithë njaltin po e përqendrojnë katin e dytë.
Tani po vazhdojnë dhe vendosin dhe pak nga kurorat mjalë. Po ta shikoni këtu poshtë janë gjitha kornizat e reja, janë gjitha kornizat e këtij viti. Kam punuar shumë këtë vit vetëm me kornizat e reja, sepse nuk kam marrë shumë mjalë. Sepse në moment që i japim kornizat e reja, bleta harxhon më shumë energji që t'i punojë. Nëse ja jep të gatshme, normal që ajo mbledh më shumë nektar, sepse nuk harxhon që të punojë. Korniza tjetër. Nuk e di sa mund të dalloni, por shikoje deri te kurora është komplet pjellje. Prandaj nuk kanë fare kornizat poshtë mjalë, po thoni ju si ka mundësi ajo po vuan nga uria tani. Që pas mjaltin e kanë gjithë nga të dytë. Ja korniza tjetër. Ka fare kuror me mjalë. Tu duket tu se është bosh. Po ajo që ka bërë këtu është ku ka gjetë vend bosh. Këtu që shikoni sikur është bosh nëpërmes kornizës ku ka dalë pjellja, aty ka vendosur nektar. Sa u bën? Kemi 2, 4, 5 korniza rresht me pjellje. Korniza e 6. Kjo është vetëm me pjellje ditore. Që mos humim shumë kohë, prandaj vetëm po i shoh, ka mbretëresha apo s'ka se u bën po gjakosi, nuk I kam kontrolluar një pjesë. Një pjesë I pata kontrollu nga data 23, një pjesë tjetër I pata lënë komplet. Dhe kjo është shoh pjellje ditore, por nuk po e shoh mbretëreshën. Mbretëresha është e shënuar, është e vitit kaluar. E si do jetë te kjo korniza e fundit. Po. Edhe kjo këtu është me nektar të kuq, edhe mbretëreshën e kemi këtu. Mashallah, çfarë pamje është. Duhet ta shikoni edhe këtë. Duhet ta shikoni për ju maraklit. Se është në vërtet një pamje shumë e bukur që se shikon çdo ditë. Gocë Tirane, faleminderit. Edhe ty të rrit Zoti, e gjithë që ti do zemra. Shkojnë pak, ta kthejmë këtej nga dielli. Ku është dielli, atë është dielli. Shikojnë ku ka vendos nektar, shikojnë si shkëlqen. Edhe bletë tani e futën gjitha kokën nëpër të, se këtu është dhe mbretëresha. Ja tek është mbretëresha. Se mbani mend kur unë heq janë njërin krah mbretëreshave, kjo ka që vitin e kaluar që është me një krah, po vitin kaluar akoma. Se thonin disa, jo po nëse ja heq krah mbretëreshës, mbretëresha nuk do jetojë gjatë, trallat. Trallat e kolegëve. Ku e ke gjetë? Është nëpër ulli apo ku është? Është në ulli apo në çfarë vendi e ke atë bletën? Që nëse është në ulli ose diku, duhet t'ja hapësh ta presësh disi si të dale. Te lajthia. Po merre vendose me një koshere. Po pse si I vendosni prapë, që si ka pas qef babi, atëherë vendosi edhe ti një 2 bletë për qefin ta. Apo s'ke vend se ku ti mbash. Tani si shoh do të më komentet ti më lart. Po ti çem se që e kam gjetë një bletë, po s'di si ta mbledh ose më shkruajnë në Facebook, detarive shikoje se njëra faqe që më shkruajnë shumë atje në Facebook, më është blloku.
Më vinë mesazhet për nuk u kthej dot, as nuk postoj dot. Është edhe kjo faqja që e kam tani ekzistuese, Bletari VD në Facebook ka 7700 ndjekësa, ndërsa ajo tjetra që e kam pas në fillim është me 4000 se më mend. Po ti kjo tjetra shikoni një ku kam postu për herë fundit, më përpara aty më shkruani. Se ka shumë që më shkruajnë të adresa e tjetër, po atje s'kam si t'ua kthej. Atëherë, që këtu poshtë kemi 2, 4, 6, 7 korniza tillje, 2 mësore i ka me nektar dhe me polen. Sipër kemi 2, 4, 6, 7 korniza. Tani po mendoj ta marrim një kornizë lart e t'ja lejmë këtu poshtë. Dia duket bosh atje apo duket sikur është plot, se shumë janë duket sikur janë bosh atje kur i kthej edhe ti shoh video. Do t'ja lëm një kornizë plot me mjaltë këtu poshtë. Ju nuk këtë radhë nuk arrita që t'jem live kur bëra vjelen, unë gjithmonë ju lej nga 2-3 korniza bedve dhe kur bëj vjelen ju lej mjaltë. Ose lart poshtë nuk kam çati lej, se poshtë i kanë qenë gjithë me pjellje, po se kanë dhe blet tjera që kanë bërë dhe video tek një më përpara. Ishte me 9 korniza pjellje, i kanë pas lënë një kornizë bosh këtu edhe aty kishte ndërtu një hoje goxha të madhe. Kështu që do t'i lejmë ushqim. Sidomos kur bëhet vjelja dhe shikon që nuk po still më, që vazhdojmë i vjelim, se do kur bëjmë vjeljen, se tani në për shumë zona po bëjmë vjeljen e parë mbase. Se këtu tek unë vjeljen e parë e kanë bë. Tani po presim çfarë do bëjnë me këtë, ju marrim dhe në një kornizë tjetër ndaj ale që të kenë gjatë gjithë verës. Po t'ua marr edhe këto çka kanë mbledh gjithë këtë mjaltin, pastaj i bie që ti ushqej më vonë. Po gjithsesi ju do më ndjekni live edhe do i shikoni se si funksionon këtu tek unë. Unë ec komplet në mënyrë tjetër nga çka mund të ecin shumë bletar. E si që thash gjithmonë leni mjaltë. Leni mjaltë s'ket të bleta, mos mundoni m'ja marr gjithën, se ti mund t'ja marrë gjithën, por pastaj do e ushqesh, se i detyruar ta ushqesh se s'ka çat faje. Edhe tek pjesa e vjeljes mjaltit, se kanë për disa zona që mbaron kullota dhe bletët mund ta kenë mbulosë vetëm këtë pjesën këtu lart. Gjysmë kornizë mund t'i kenë mbulosë, por në moment që i shkumbin i mirë, edhe nuk rrjedh asgjë, atë të shikon që nuk rrjedh më fare, aty duket që nuk ka më prurje nga jashtë, dhe mjalti mund të jetë i pjekur, pavarësisht se mund të ketë lagështirë, mund të ketë lagështirë pak më shumë se ç'duhet, po mund të themi që është i pjekur, se nëse ti e lën prej që ta vulosi, në moment që marron kullota nuk ta vulos më ajo, s'ka më ç'a ta vulos, pastaj vazhdon edhe e han vetë. Se tek mjalti që unë kam që pa ta vjel, ishte 18 ma nxirrte ai aparati atë tek lagështira, po me 18 nuk është problem. Nëse e kalon mbi 18 atëherë është problem dhe nuk jeton shumë gjatë. Se po tash do duket pak si më i holl, ose varet edhe nga mjalti që çka kanë sjell, çka prurje kanë pas tek ajo që kanë sjell. E këto do t'i shikoni. Disa e shohin se është pak i holl, thonë jo po s'është mjalti mirë, po s'është kaq i holl, mjalti do jetë tepër i trashë. Shikoni ta videon që nxjerrin nëpër internet që duken shumë si mastiq. Edhe thonë jo po ky s'është mjalt origjinal, jo po ky është origjinal. Ju vetëm kur ju që keni bletë dhe i shikoni tek bletë juaj, atëherë kuptoni se çfarë është origjinal çfarë është. Unë personalisht nuk merrem me bo video, shikoni ky është mjalt origjinal apo ky është falso. Unë mundohem t'ua them çfarë shohim këtu dhe çfarë marr nga këtu dhe çfarë nxjerr nga këtu. Pastaj varet se ku e kanë marrë mjaltin ato që e konsumojnë dhe si ka qenë. Kjo pjesa e hojes kjo është gypa të mëdhej, si që a tregova. Shikoni, ka sjell nga 2 pika nektar dhe këtu. Kjo nga këtu lindin vetëm meshkuj, nuk është se mund të lindin bletë punëtore. Unë 90% rasteve këto i mbaj, ose i vendos tek korniza që kam tregu që i mbaj vetëm për mjalt, ose i mbaj në moment që do krijoj mini nukleus, unë ta presim te përgjysë dhe i bëjmë 2 hoje të vogla për sekondu mbretresha. Po tani në këtë rast po ja vendos këtu. Tani që më kujtu se kam këtë kornizën këtu anësore. Sipër siç e pati kemi më pak korniza, me 7.
kam lënë kornica aq sa bletës si duhen, edhe tani e mbrapa pasi bëni vjelën e parë do ta dini se kornicat e bardha nuk i preferon bleta për të hedhur mjalt. Nuk i para preferon. Sa kornicat e zeza i preferon shumë që të mbushë me mjalt. Të zeza ose që janë më të errta, zeza komplet duhet t'i ndroni. Siç e pat kjo bleta poshtë është komplet me korniza të reja të këtij viti. Ja këtu është një nga këto kornizat që unë i bëj me byll bletet natyral. Ose si i thoni original, bio. Do thoni ju se këto kornizat tjera nuk janë bio. Kornizat e tjera bio janë, por janë përpunuara këto. Ja një sekundë, do t'rregoj këtë tjetra. Dhe një pjesë shumë e madhe për këtyre unë i kam që i punon vetë bleta. Normal që ke më shumë kohë, më shumë harxhim tek bleta, mbledh më pak nektar, ama janë 100% punuara vetë. Ndërsa kjo këtu është flet dylli, që është ble me një fjalë, ka qenë e gatshme fleta, thjesht bleta ka ndërtu këto hoja, këto brimat e vogla, apo si i quhen ju thjesht. Hoje. Që nëse e vepron kështu siç kjo, si te kjo korniza këtu që i kam lënë që i ndërtojnë vetë bletët, normal që ke më shumë harxhim, ke më pak mjalt. Por nëse i merr kështu të gatshme, normal që bleta e punon më shpejt edhe nuk i jep shumë humbje energjie. Tani do ju tregoj një blet tjetër që pa ta bë mas zgjeljes kam bë ndarjen edhe e kam lënë